Shoku algoritëm fillo, mirë kishe po që kishe shah shqiptarët atje të Financial Times-i, se një pjesë e mire e meritojnë, ti aty ke shah ata që të vinë mrapa ty në fakt, jo këta që kanë dalë protest. Po bën mirë tani që të fillosh të sulmosh ti i pari. Edhe të sulmosh ti i pari, jo të sulmosh popullin, se populli ka dalë rrugës, kthehet më mrapsh, po të sulmosh ata që ta ka Kurdis. E diti, sulmoje ti i pari, se po vinë ditët që do të sulmojnë ai ty. Do të sulmojnë Sorosi, edhe do të thyjnë mes dhe do të nxjerrë si langarash. Sulmoje ti se mbase kap në gjë tjetër nga krahu tjetër. Për juve që më dëgjoni, e dini që e kam thënë që në fillim që kush ja ka Kurdis këtij revolucioni. Ky që i bosi halabak si langarash tashi, nuk e bën kot, sepse e di kurthin ku ka rënë. Deshi me ndërru kuajt në Revan. Deshi me zbrit nga Sorosi, deshi me hyp Trumpit. Po e hëngri, ka rënë copa, është bo copa në tokë. Edhe tani fillon e sulmon jo po blogerët, jo po sulmon atë Dritan Goxha, jo hoxhallarët. Ka njëri që i ka përdor më shumë se ky hoxhallarët në Shqipëri edhe Priftëri. 14 vjet. Njeriu më i pa fe që ka pas ndonjëherë në Shqipëria, që s'beson as Zot, as gjë, ka përdor në mënyrë ekzemplare gjithë hoxhallarët, një pjesë, po them, nuk po them gjithë, e Priftërit ku ka mund. Njëherë duke bosi hoxh, njëherë duke bosi prift, njëherë duke bosi baba, si dede, me Baba Mondin, që do bënte shtetin Bektashi, edhe sot po i sulmon të gjithë. Ky që i mbron UÇK-n, ky që u lëret, ka organizu 2-3 protesta të UÇK-s në Tiranë. Gjoja se i digjet shpirti për Hashim Thaçin dhe për ushtarët e UÇK-s. Ky që deklaron publikisht se e kanë vlla Vučićin, po sulmon ashpër një ish luftëtar të UÇK-s, dhe jo vetëm një, po një luftëtar që i ka qenë vetë, ka pas edhe tjatën. Ushtarak me UÇK-n për çlirimin e Kosovës. Pra ky Dritan Goxha, unë s'kam asnjë lloj simpatie fare për Dritan Goxha, por po e marr si rast për të kuptuar hipokrizinë e këtij langaraqi dhe hallin në të cilin ndodhet algoritmi. Edi Rama. Ky që i ka përdor blogerët, i ka përdor njerëzit e famshëm, qysh në 98-ën, deri para 2-3 muajsh, nuk ka lënë artist, nuk ka lënë bloger, nuk ka lënë askënd pa e përdor për interesat e veta politike. Sot ka fillu me i shat gjithë. Ky që ka bë spektakël në për mediat ndërkombëtare me artikuj të paguar, si kryeministri i vetëm piktor në botë, reformatore, moderne, ku di unë, sot është në qendër të legenosjes së të gjitha mediave ndërkombëtare, dhe kjo nuk është rastësore. Edhe sheshin e ka plot me njerëz. I krijoi vetes një iluzion sikur e shoi protestën me incidentet që bëri atë natë me Osman Stafën edhe me atë Qeleshën e pati, si ishte më mbrëm protest, dhe se Qeleshja është i këtij, është rob i këtij, doli dhe deklaroi çfarë doshte ky. Pra doli e ngriti ky tymnajën, se aty ka ruse, ka serbe, ka iraniane, ka greke, kujti unë, edhe doli Qeleshja, nxori Qeleshën pastaj, ato që mante mikrofonin atje, e nxori, edhe gjoja si naivisht ai tha që aty ka agjentura, ka kështu kashu. E nxori, e përdori, e flaku, e zhduku tutje. Mbrëm nuk u duk Qeleshja kështu, nuk kishte protagonizëm, sepse ky se merr dot protestën. Filloi sulmoj Dritan Goxhajn. Do ta shohim se ku do i dal flaka, ai tymi, se flaka tymi përdoret kjo, do e shohim ku do i dal tymi edhe sulmi që ka bën ndaj Dritan Goxhajt. Po ajo që është e rëndësishme dhe pse po bëj videon tani, po e komentoj, është një reagim në seri
i grave eurosocialiste, socialdemokrate, quajeni si doni, të frymës socialdemokracisë, jo të oligarkisë socialdemokrate, siç e ka bërë Rama Partinë Socialiste, po të socialdemokracisë së mirëfillt. Elvira Dones kishte publiku një thënie të George Orwell, që fliste për këta kur shkallojnë këta autoritarët, si puna e Ramës, për sharjen që ka bë në median ndër më prestigjioze në botë, Financial Times, që u tha ikni shqiptarëve. Më herët, postimi të Elvira Dones ka qenë postimi i Elisa Spiropalit, që citonte Ana Ahmatovën. Hidhni gursat doni se kala po ndërtoni, i thot Elisa, sepse i ka turr partinë atje në Shkodër e ças i ka turr andej, ca llolloj langaraqësh, servilësh, që i thon Elisës ti Partia Socialiste du të pastrohet nga ti. Njohura këto. Tjetra është reagimi i Lea Ypit, një personazh për cilin unë nuk kam pas ndonjë simpati, as nuk kam simpati, por nuk mund të mos them që s'është socialdemokrate, nuk përpiqet përfaqësojnë frymën e socialdemokracisë. E mori e përdori disa herë këtu u hapte llafe, thashë theme se po vjen ajo se do të bëhet presidente, po vjen ajo se do ta lënë kryetare partie, kujtun. Por i njëri që është e super suportuar nga Sorosi, nga fondacionet edhe nga këto shoqatat OJF që merren me Sorosin. Lea Ypi cilësohet si filozofe në universitetet më prestigjioze neoliberale dhe në mediat më prestigjioze neoliberale. Edhe Lea kishte nxjerr një poezi sot për të langaraqin ton. Dhe kush ishte tjetër, ishte dhe letra që i ka bë Neo Malsoria në kategorinë e këtyre vajzave, pra në kategorinë e Elisës, Elvira Dones, Lea Ypi, edhe kjo Neo Malsoria, pra janë një grup vajzash që janë të majta, janë socialiste, por ka një mendim që Partia Socialiste nuk du të jetë parti oligarkësh, kështu siç e ka kthyer Edi Rama, dhe parti mafia, kështu siç e ka kthyer Edi Rama. Këto nuk mund të jenë të koordinume, por nuk mund të jenë edhe kuturru. Këto lloj reagimesh, këto lloj përkimesh kështu. Çka do të thotë se Edi Rama dile sulmoje vetë Sorosin i pari, sa dalaj të sulmojnë, se ka për të të bëtë cop-cop. Dile dhe të pak të merë në se i e bo si algoritëm, kështu të shi si algoritëm i ati ekranit madh ati kompjuterit parë që është kriju e mani men, që ka qenë sa një dhomë dhe kërcet rong, të çedon shumë propaganda, je dobët shumë. Je bo si një kal i ngordhur që përpiqet të kapet me këdo. Të shkojnë të përmjerë në derën e kishës, në derën e xhamis, duke u kap me hoxhallarët. Pa e diti qatë ndodhë ty, si kur shokët e tu hoxhallar, imamët e Tiranës, me Elvis Naçe, me Bilal Teqe, me Ahmet Kala që i ke përdor e qas ke bë me ata, për vota, për propagandë, të dalin një ditë të bëj një thirrje që të mushet sheshi me protestus, ti merr fund mrena 24 orëve, jo më kështu siç po ndodh me Flamingo, se i kanë xhamiat plot ata, apo të dalin priftrit, që i kanë edhe ata kishat plot të djelave, edhe ta mushin Tiranën, të shplajnë mrena 24 orëve, me protest paqësore. Sa e shef që s'po të merret njëri, s'po të bën njëri dhunë, sepse të quajnë të mbaruar, quajnë një langaraq, nuk quajnë njëri më që duhet dhunë me të rrëzu. Pavarësisht të rezistencës që bën ti, pavarësisht të rezistencës që do bësh, Mariana Koçeku ta kishte thënë shqeto fare. Edhe është një person që ka qenë i afërt me ty,
dhe të thoshte nuk të do asnjë njeri rreth e rrotull. Do ta shohësh këtë gjë ditët në vijim. Jep dorëheqjen më mirë se sa të shohësh njerëzit duke të shitur. Ty të ka ngel vetëm Taulanti. Taulanti s'ka ku shkon. Taulanti kështu I ka ngel edhe fatosit deri në fund, po je vetëm qyqar. Nuk është më Partia Socialiste nën thundrën tënde, nuk është më Partia Socialiste siç e ka pas mendu ti. Një organizat e marr peng nga ti, e kthyer në parti narkotrafiku, që ti ta komandosh si doj qefi ty. Nuk është më ashtu Partia Socialiste. Ja po ta tregojnë këto gocat e reja, po ta tregon Elisa, po ta tregon Neo Malsoria, po ta tregon Elvira Dones, që është e majt, po ta tregon Lea Ypi, do të ta tregojnë edhe shumë tjera, siç të ka paralajmëruar Neo Malsoria shumë shpejt. Do të të bjerë kallaj, edhe do ngelesh si rrungaj. Ngjoje më mirë atë Neo Malsore, se e ke thënë dhe vetë që kjo do më hajnë kokën mu, do më çajnë kokën. Ngjoje mirë tani se me siguri nga të gjitha këto, ajo të do më shumë, se të kishte këshillu që I largohu jep dorëheqjen. Edhe para se t'ikësh, filloje ti sulmin ndaj Sorosit, se do të dalë një ditë ai do të të fusë një postim ai Aleksi, me një flamingo atje në X ku poston ai më shumë në Instagram. Edhe do ngele si rrëngaje se ty s'të merr njëri më, nuk të hyp njëri më në krah ty. Se ke qenë njëri pa bes me gjithë njerëzit që I ke bashkëpunu gjithë jetën. Ke qenë një makiavelist I shëmtuar, I shpifur, që I ke shit njerëzit, I ke përdor, I ke shit, I ke tradhtu, vetëm e vetëm për të nejtë vetë në pushtet. Të gjithë po ta thonë, të gjithë po ta ekspozojnë, nuk mund të kishe fund, të vetëm ajo që mund të shpëtosh fytyrën, është që t'japsh dorëheqjen, edhe këta që të kanë ngritë revolucionit ta të falin, se janë njerëzit e tu. Ta të falin, edhe nuk të bëjnë qepaze. Sa s'ka marrë për masa tjera revolucioni, më mirë ik vetë, edhe të ru dhe Altin Dumani ca kohë, sa t'jetë dhe Altin Dumani, sa t'i qirret Maska dhe Altin Dumani. Zarit që të ka mbrojt ty më shumë se është mbrojt në njëherë në njëri në Shqipëri, në Republikën e Shqipërisë. Pra në qoftë se ka njëri të poshtër në kuptimin e plot fjalës, pas teje në këtë vend është Altin Dumani. Ik kështu, gjoj këto gocat që të kanë vu përpara, se s'ka kënaqësi më të madhe se sa të ta shohësh fundin ty nga gratë, që I ke tallë, I ke për të shmu, I ke për dorë, për propagandë gjithë jetën. Gjoj këto tani se po të vjen fundi. Futi të sulmu me ati Sorosit njëherë se kjo më kënaq shumë mu. E kam personale këtë. Sulmoje se do marrë shpik se ka njerëz në Shqipëri që se duan Sorosin, janë shumë mitë dhe do fitosh simpatinë e atyre. E të pohësh si biçëm kështu, si biçëm I djathtë tani në fund kur t'ikësh. Hajde.